Kapitulli 1. Ne jemi revolucionar. Zoti Jezus Krisht ishte një revolucionar. Shqyrtoni në paçi dëshirë disa prej mësimeve të tij më themelore. Duajini armiqtë tuaj, bëjuni mirë atyre që ju urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë. Kush do të jetë i pari duhet të shërbejë të gjithëve. Mos mblidhni thesare për vete mbi tokë. Nëse ndonjëri nuk heq dorë nga gjithçka që ka, ai nuk mund të jetë dishepulli im. A mendoni se këto ide u përshtateshin standardeve të kulturës së kohës së Krishtit? Sigurisht që jo. Njerëzit e asaj kohe ishin po aq të skllavëruar nga aspekti material i jetës, sa edhe njerëzit e shekullit të 20. Por Zoti Jezus i theu të gjitha standardet kulturore që binin ndesh me jetën e dashurisë vetmohuese, për të cilën ai erdhi, që ne ta kishim atë dashuri. Në historinë e krishtërimit kanë qenë relativisht të pakta ata që kanë jetuar fjalë për fjalë sipas mësimeve të Krishtit. Apostujt e hershëm jetuan ashtu, sigurisht. Dhe pasojat për ta ishin vuajtje, persekutime, burgime, internime dhe dënime vdekje. A është kjo për t'u habitur? Jo. Këto janë rezultate normale të çdo jete të bazuar në parimet e vendosura nga Krishti. Pse ndodh kështu? Përgjigjja është e thjeshtë. Njeriu që bën një jetë të tillë është nga nevoja një njeri revolucionar, një antikonformist kulturor, një fanatik në ju pëlqen ta quani kështu. Ndjekja fjalë për fjalë e parimeve të vendosura nga Jezus Krishti do të rezultonte padyshim në një revolucion barbotëror, të motivuar nga dashuria, të ekzekutuar me dashuri dhe që arrin kulmin në dashuri. Dhe ne jemi revolucionar. Ne jemi vetëm një grup i vogël të rinj të krishterë në Operation Mobilization, por jemi të vendosur që me anë të hirit të Perëndis ta jetojmë jetën sipas mësimeve revolucionare të Zotit ton. Brenda për brenda sferës së bindjes absolute dhe me besnikëri ndaj urdhërimeve të tij, fshihet fuqia që do të ungjillizojë botën. Jashtë kësaj sfere, gjendet krishtërimi i përshtirë e i pajet i ditëve tona. Ne ja kemi dhënë vetëm plotësisht kërkesave të Krishtit, pa u kujdesur për asgjë tjetër në jetën tonë të blerë me gjak. Ne nuk kemi të drejta. Çdo dëshirë ngushtë personale duhet i nënshtrohet detyrës supreme të shtrirjes së mbretërisë së Krishtit në të gjithë botën. Ne jemi borxhlinj dhe s'duhet t'ia lejojmë vetes të bijem në skllavërinë e mallkimit të jetës e të mentalitetit materialist modern. Të krishterët kanë dashur për shumë kohë të heqin dorë nga të gjitha, por ka ardhur koha, dhe po kalon madje, kur ne duhet të heqim dorë nga gjithçka. Ne duhet të heqim dorë nga pasuritë, rehatit, gjumi e ushqimi. Ne duhet të kujdesemi vetëm për nevojat më të domosdoshme, me qëllim që çështja e tij të përparojë. Përhapja e besimit është për ne parësore. Krishti është i denjë të marrë në dorë gjithë jetën tonë. Ne duhet jemi të gatshëm të vuajmë për të e ta konsiderojmë vuajtjen gëzim, të vdesim për të e ta konsiderojmë vdekjen fitore. Duke marrë parasysh luftën shpirtërore aktuale, çdo gjë tjetër jashtë përkushtimit absolut duhet konsideruar si mosbindje ndaj Krishtit dhe tallje me kauzën e tij. Ky është qëllimi ynë dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë përpara derisa çdo njeri të ketë dëgjuar ungjillin. Së shpejti do të jemi në shumë vende të ndryshme ku do të hyjmë në luftë me të gjithë fuqitë e errësirës. Ne e hedhim vështrimin ton për te mirave, tek milionat, për te qyteteve, tek shtetet. Synimi ynë është bota. Objektivi ynë parësor do të jenë zonat në dukje të padepërtueshme të vendeve komuniste atyre muslimane, të cilat mund të fitojnë lirinë vetëm kur të kenë mundësinë të gjejnë të vërtetën. Këto vende do të fitojnë për Krishtin me çdo çmim. Fitoria përfundimtare është e jona. Ne dëshirojmë të themi ty, bashkë besimtari ynë, se jemi ringjallur bashkë me Krishtin dhe se i kërkojmë ato gjëra që janë lart, ku gjendet Krishti ulur në të djathtën e Perëndisë. Ne i kemi drejtuar mendimet lart, e jo në gjëra toksore, sepse kemi vdekur dhe jeta jonë është e fshehur me Krishtin në Perëndin. Kjo shpresë është e bekuar. Kjo e vërtet na shtrëngon të braktisim
vetveten dhe t'i jepjemi Krishtit. Mungesa e kësaj do të sillte fitore të sigurt të armikut dhe turp Zotit ton Jezus Krisht, i cili dha veten për ne në mënyrë që ai të jetë gjithçka për ne.